Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vi me një recetë tjetër, e cila është pite të mbushura me gjizë dhe djathë. Janë shumë të shijshme dhe shumë të thjeshta për të përgatitur. Gjithkush nga ne, brumrat i pëlqen jashtëmase. Rëndësi ka që ne mos ta egzagerojmë dhe mos ta teprojmë me brumrat, sepse janë shumë të dëmshme për organizmin tonë. Tani fillojmë të përgatisim, vemi te këndi i gatimit për të përgatitur këtë recetë kaq të thjeshtë. Përbërësit i kemi gati, fillojmë. Vendosim ujin, sheqerin, majan, gjithashtu edhe mielin. Me këta përbërës, fillimisht do të aktivizojmë majan. E trazojmë mirë, që bëhet një masë brumi shumë e bukur, super e ujshme, dhe e lëmë në qetësi për 30 minuta. Mbas 30 minutave, majaja na është aktivizuar, si që shofim, po të trazojmë pak, ka dhe ato poret, që na është aktivizuar shumë mirë. Gjendja e brumit do të jetë në këtë formë mbasi ne kemi aktivizuar majan. Tani vendosim përbërësit e tjerë. Vendosim një kokër vezë, vezën do të arajmë shumë mirë, të ta trazojmë mirë dhe të bëhet një masë e njëjtë me brumin që kemi bërë më përpara. Do vendosim edhe kosin, gjithashtu edhe kosin e trazojmë mirë, të shpërbëhet plotësisht e masa brumit. Vendosim qumshtin. Gjithë masa e brumit që ndodhet në të xhere duhet të shkrihet plotësisht me qumshin. Vendosim një pjesë të miellit, kripën, vajin e ullirit. Dhe vendosim përsëri mielin e mbetur, nga sasia që ne kemi për këtë recetë. E trazojmë mirë, vendosim edhe një gotë me ujë semola, miell semola shumë i mirë. Përdoreni në çdo gatim që bëni me miell. Është super dhe për keke, dhe për ëmbëlsira. Vendosim pak vaj ulliri, për arsye që brumi gjatë kohës që do vi, dhe ne do ta nxjerrim nga ena, ajo del shumë kollaj. Domethënë bëhet lyerja e enës, por gjithashtu edhe brumin e bën shumë të butë. Do e lëmë në qetësi brumin për 1 orë. E mbulojmë. Gjatë kohës që brumi do rinë në qetësi, ne do të përgatisim mbushjen. Gjizë edhe djathë, kaçkavall, çfarë djathi ju të doni. Parmigiano, si ta keni, rëndësi ka të jetë një lloj djathi. Mund ta vendosni edhe djathë të bardhë, nuk ka rëndësi. Mbushjen e kemi përgatitur dhe koha e qetësisë së brumit ka mbaruar, rreth 1 orë. E vendosim në banak brumin, shko si doli nga ena, prandaj e vendos edhe atë vajin. E punojmë shumë pak brumin për pitet, nuk është e thënë që ne ta punojmë pothuajse shumë. E tani brumin do e ndajmë në 2 pjesë. Secilën pjesë do e ndajmë në pjesë të barabarta për të formuar pitet. Sasia e secilës tops që ne do krijojmë duhet jetë e barabartë. Shikeni me sy. Unë me sy në fakt i kam parë. I bëjmë në formë topsi të gjitha. Kështu do të vazhdojmë derisa të mbarojmë të gjitha këto pjesë të ndara të brumit. Ja ku i përfunduam dhe pjesën e topsave dhe tani do t'i japim me mozat e gishtave të gjitha to brumrat që ne kemi bërë. Tompsat, i japim ashtu dhe gjatë kohës që ne i lëm, sa bëjmë njërën, bëjmë tjetrën, ato vinë njëra pas tjetrës. Fillojmë të mbushim, të bëjmë të parat, do i mbledhim në këtë formë. Sa më shumë të ri brumi, në këtë formë që ne i kemi hapur, aq më elastik dhe aq më i butë bëhet dhe aq më mirë mblidhen ato. Ja, do i mbledhim në këtë formë, do i shtypim pak me dorë anash, lart, ashtu dhe i vendosim. Formën jepjen si të dëshironi, nuk është shumë e rëndësishme. E hapim ashtu, se tani se janë hapur këto, po të rinë qik, se sa të filloj e para, e dyta, e treta, ato vinë akoma, ja si i kam bërë unë në këtë formë. I kam hapur një të gjitha, pastaj i kam mbushur sipër dhe pastaj i kam mbledhur. Kështu do të veprojmë, si po mbledhim këtë pite,
kështu do të veprojmë në të gjitha derisa t'i mbarojmë. Ja, ku I kemi përfunduar edhe pitet e gjitha dhe nuk do t'i lëm absolutisht më në gjendje qetësie, po do t'i skuqim direkt. Ja, I kemi përfunduar dhe tani do të vemi që t'i skuqim. Vendosim tiganin në zjarr, vajin, lule dielli, vaj misi, çfarë të dëshironi dhe mbusheni mirë me vaj, jo me pak vaj. Vaji është nxehur, e provoj me bishtjen e një lugës druri dhe tani vendosim pitet. Janë shumë të mira, shumë të shijshme. Provojeni se ta ngeleni shumë të kënaqur, sidomos kur jeni me familjarët tuaj në ditë pushimi, po qoftë edhe për t'ia dhënë fëmijëve me vete apo në udhëtime të ndryshme që ju bëni, po qoftë edhe në punë. Janë shumë të mira. Nëpërmjet një luge I vendosim vajin e nxehtë sipër të gjitha piteve, sepse vinë më mirë edhe bëhen shumë të mira. I kthejmë nga ana tjetër pitet dhe na skuqur. Në fakt unë e kam lënë çik më tepër atë ngjyrën e skuqjes se më pëlqen. Ju mund ta lini më pak. Kullojnë, nuk ka problem fare. Varet fare nga kjo lënja sa më shumë se vjen me njerëz. Kjo recetë është fantastike. I heqim nga zjarri. Përgatitjeni këtë recetë se është fantastike për ditë pushimi. Është super. I vendosim tiganin tjetër dhe kështu do të vazhdojmë derisa të skuqim të gjitha pitet. Ja, I vendosim vajin e nxehtë sipër shkosivin. Ja, aktivizojnë shumë mirë brumin. I heqim. Dhe ja ku I përfunduam pitet të gjitha. I përgatisim tani për t'i serviru. Do t'i vendosim në një pjatancë dhe I kemi gati. Duken shumë të buta, shumë të mira, fantastike. Tani do t'i shikojmë si na janë bërë brenda. Ja ku I kemi gati pitet për t'i servirur. Ju bëf të mirë. I shohim, hapim një pite, ta shohim se si na është bërë. Brumi është bërë fantastik. Ta shohim nga afër se sa I but, shifeni sa I but. Brum fantastike, një pite e ardhur mirë. Recetë fantastike. Mos e lini pa bërë. Faleminderit që më ndiqni dhe miru pa takofshim në videot e radhës.